me të marrë informacionet gjatë ditës së djeshme për fletvotimet e klasëve të tjera që janë gjendur në klasë të tjera dhe nga një shkollë në shkollën tjetër, ne kemi ardhur këtu gjatë mbrëmjes për të vëzhguar dhe monitoruar procesin e gjitha numërimit të kutive të votimit. Dhe kemi parë, ajo që kemi parë është shumë shqetësuese për neve si Parti Demokratike e Kosovës, si antar të PDK-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sot ju keni parë një konferencë për media ku ankesa është dorëzuar, do të dorëzohet tashmë në PZAP dhe do të vazhdohet me procedimin e asaj pastaj edhe në organe të tjera varësisht prej vendimit të PZAP-s. Konsiderojmë që në sytë e opinionit publik, në sytë e qytetarëve, ky proces tashmë është i dëmtuar, pra është cënuar integriteti i zgjedhjeve dhe presim një vendim nga PZAP-ja pas dorëzimit të ankesës. Kjo çka ka ngjatur këtu, çka kemi parë ne nga një klasë në klasën tjetër të fletvotimit, por edhe nga një shkollë në shkollën tjetër, e lëndon tërësisht procesin e votimit këtu në komunën e Mitrovicës. Para pak minutash prokuroria themelore lëshoi një urdhëresë për rifillim të votimit. Si e komentoni, a do të ketë sot ose kur do të fillojë rinumërimi? Ne zyrtarisht ende nuk e kemi pranuar atë komunikim dhe në momentin që e pranojmë, unë konsideroj që gjitha organet, në këtë rast të Partisë Demokratike të Kosovës, do ta shqyrtojnë dhe do të ndërmirët hapat e më të tjeshëm lidhur me procedimin se a do të marrin pjesë apo jo ekipet e numërimit në qendra komunale të numërimit. Ajo siç ka ne e dim, është ekipet e numërimit gjatë ditës së djeshme janë larguar nga qendra komunale e numërimit për shkak që nuk kanë dashur të nënshkruajnë formular dhe nuk kanë dashur të legjitimojnë një proces për ata për cilin ata kanë dyshuar. Dhe secili dyshon me ato siç kemi parë përmes fotografive dhe përmes videoincizimeve. Zotëri Nura ka kërkuar largimin e do thotë juve antarëve të PDK-s nga KQZ-ja, si komentoni ju do thotë kërkesën? Unë konsideroj që kjo është një vendim i organeve të partisë, pra ne delegohemi nga kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës, respektivisht kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe shefi i grupit parlamentar, prandaj konsideroj unë ashtu kështu e kam mandatin tim të fundit, mendoj që është çështje që diskutohet brenda organeve të partisë.